Admir Tafili nuk është nxituar për të kryer arratisjen e tij. Me qetësi dhe gjaftësi, ai është munduar të studiojë momentin më të përshtatshëm për të larguar pa psuar dëme dhe njëkohësisht pa shkaktuar dëme nga qelia e tij e burgut. Nga data 16 qershor 2013, kur frigoriferi është futur në qelinë e tij në burgun e Drenovës, edhe deri në datën 23 nëntor 2013, kur grupi prej 7 të burgosërish realizoi arratisjen, Admir Tafili ka proponuar me qetësi dhe gjaftësi planin e arratisjes. Ai është kujdesur jo vetëm të studiojë se kush janë gardianët që rrinin në regjimin e brendshëm, si realizohej siguria e burgut, si funksiononte kontrolli i ambienteve të brendshme të burgut, duke mësuar me saktësi sallën ku ndodheshin kamerat e sigurisë, pozicionet ku ndodheshin kamerat që kontrollonin ambientet e brendshme të burgut. Po ashtu ai është përpjekur që të siguroj me hollësi dhe detaje për çdo punonjës të burgut i cili qëndronte në sektorët e brendshëm të sigurisë. Nga ana tjetër, ai është përpjekur të fiksojë në ambientet e jashtme jo thjesht faktin ku ndodheshin kullat e kontrollit të burgut të Drenovës, por edhe mënyrën se si funksiononin ato. Pasi ka siguruar të gjithë elementët për të realizuar një arratisje spektakolare, Admir Tafili së bashku me bashkëvuajtësit e tij të burgut ka vendosur të hidhet në veprim. Për të realizuar arratisjen, ai ka zgjedhur pasditën e 23 nëntorit 2013. Jo thjesht për faktin se ishte një ditë pushimi, ku një pjesë e madhe e personelit të burgut kalonte fundjavën, por edhe për shkak të motit, ku bëhej fjalë për një ditë me shi dhe ku errësira binte më shpejt se sa ditët e tjera. Pas ditën e 23 nëntorit, jashtë ambienteve të burgut të Drenovës, janë dëgjuar breshëri të një arme automatike. Nga operacioni më vonshëm i kryer nga policia, rezultoi se bëhej fjalë të ishte qelluar me një mitroloz, i cili kishte shkaktuar panik te rojet e kullave të burgut të Drenovës dhe po ashtu kishte tërhequr vëmendjen e tyre duke bërë që ata të shpërqendroheshin nga veprimet që ndodhin brenda ambienteve të burgut. Një automjet Seat me targa AA 389 BY në pronësi të shtetasit Dritan Pecani ishte parkuar në afërsi të burgut të Drenovës. Pranë tij qëndronin Albi Meçani dhe Olsi Maçi, të cilët ishin ngarkuar që të krijonin panik jashtë territorit të burgut të Drenovës. Nga ana tjetër, paralelisht, ndërsa ndodhin ngjarjet në ambientet e brendshme të burgut të Drenovës, në afërsi të komisariatit të policisë të qytetit Korçës, një bashkëpunëtor tjetër i Admir Tafilit hodhi një granatë në mënyrë që të tërhiqte vëmendjen e policisë së këtij qyteti dhe të largonte vëmendjen nga ngjarjet të tjera që mund të ndodhin paralelisht në të njëjtën situatë. Nuk e kuptoj tash me tregu ngjarjen. Po, mekanizmin e ngjarjes sepse tregohet një ngjarje nga kërkesa e organit prokurorisë, ora, minuti, lëvizjet, veprimet, ndihma, jashtë, largimet, pastaj dhe kapja në fund fare. Ora ka qenë 7:05. 19:55, po? Kam marrë këtë vendim me fjalë. Kam marrë këtë vendim mu largu nga burgu, nga që nuk më është pranu një herë gjykimi shkurtum nga gjykata e rrethit Shkodrës për veprën e parë që kam bë. Plus më ka dënu një njëjti gjyqtar që më ka dënu për të njëjtën vepër, më ka dënu edhe herën e dytë, kam bë 3 herë kërkesën për me largu dhe nuk më larguan. Atëherë normale që do bëjmë vetë gjyqësi, se s'ka tjetër këtu. Nuk dina ku me gjetë drejtën, as dina ku me kërku. Kam fut armët, frigoriferat i kam fut vetë me qëllimin mu largun nga burgu. Jo me marrë jetë njerëzish, por me bëhet diçka të madhe që me na shku fjala në vesh dikuj se s'na ka shku ela deri sot. Me padash me marrë jetë njerëzish që kena pas në dorë, me marr. Shokët e mi pranë marrëshi dhe Gzim Guri s'kan dita si gjë me fjalë për sa i përket kësaj arratisje, vetëm në momentin e fundit kur jam përgatitur, jam bë gati, kam thënë, a jeni me dal? Po, më kanë thënë. Me çfarë mënyre? Kjo është mënyra. Kam marrë, dalim. Edhe ata po si puna jam e janë të sa vite me fjalë, njëri ka 15 vjet burg, i dënum me fjalë pa drejtësisht komplet. Edhe Fran Marashi gjithashtu 19 vjeç për çështjen që ka bë. S'ka dalë asnjëherë para gjyqit, burg përjetshëm. Nuk e kam dëgjuar kur kush të fol një herë me fjalë me tregu për ngjarje, për ça akuzohet ai. Ngjarja vëjgurora shumë e madhe dhe vetëm një njeri 19 vjeç është në burg me fjalë ka sa vite që ka bë. E morë me vendimin, unë nisme, nuk kena kërcënu kërkan pavarësisht armën e kena nxjerr me fjalë vetëm dorë, as ja kena vu kërkuj në kry, as i gja, as një veprim të tillë, vetëm se kena thënë, vetëm mos folni, mos ullini policisë, zbatunën urnat, dol me këput me kamerat, i kam putur në kamerat e sigurisë. Te
dera oficerit të rojës kam pas një qilc që nuk e hapi derën e oficerit të rojës. Atëherë pava nimës oficerin e rojës nga xhami i tregus i derës që ashtuar drejt derës, e hapi derën tu menu se mos është në polic. Momentin që ka hap derën, vetëm i thash mos lëviz, nuk lëvizi, çoj durët përpjet. Më tha mos vraj, nuk kena me vrakën, i thash se s'kena dal me vra, po kena dal donamik për burgut, thjesht arratisje. Kena gjetë oficerin e rojës, edhe ishin 4 a 5 tjerë atje te oficeri i rojës. Një ishte civil, 2 a 3 se më mend tash ishin çu polic. Drejt hyrjes kryesore? Drejt hyrjes kryesore, tek oficeri i rojës. Po, oficeri te shërbimi. Po, te shërbimi. Edhe ata nuk lujten asnjë fjalë ulen në tokë kështu nejën. E moj mend që do të mira njëri ky simptoma njënit me kështu me qyt të armës ftyrës edhe i fol edhe unë edhe gzim guri që mos ke punë me policia, mos i qella, me fjalë mos i bjer kuj. Mos godit. Mund të vazhdo se je në audio dhe s'ka rëndësi se shkruan. Kena prej atëherë kena dalë drejt gardhit përballë ndërtesës, kena prej telat me pinca, kam pas pincat. Kena prej telat me pinca dhe kena dalë drejt rrugës. Drejt rrugës kam pas 2 makina të mprit, kam hyp makina dhe jena nis drejt Pogadecit. Pogadeci na ul në tokë, kena ec në kam një natë, një fjalë për gjithë natën në përmal. Pa hyr apo pa dal, duke dal nga Pogadeci? Jo, në dalit Pogadeci, tek shinat e trenit. Kena ec në kam në përmal një natë deri në nesmen nga ora 12:01, me fjalë ditë deri te dielën. Po deri te dielën 12:01 dhe na kapën në Librash, da? Prenjës. Në Prenjas. Në Prenjas te një magazin e stacionit trenit. Kjo është. Kjo. 7 januarit, në kundërshtim me rregulloren e sigurisë brendshme të burgut të Drenovës, edhe pse duhet të ishin të mbyllur pranë qelive të tyre mbas orës 3 të pasdites, kanë lëvizur lirisht në korridor. Për këtë gjë, ata janë lejuar nga gardianët e regjimit të brendshëm të burgut. Në kundërshtim me rregulloren, gardiani i turrit ka bashkuar të dënuarit e sektorit 3 dhe 4, të cilët më pas janë shoqëruar vetëm nga një gardian tjetër drejt dhomës së edukimit, e cila përdoret për aktivitete të lira. Ndërkohë që rregulloria thot qartë që kur të dënuarit nxirren nga qelit, duhet të shoqërohen nga 3 efektiv, mes tyre dhe një përgjegjës informacion. Pasditën e së shtunës së 23 nëntorit nuk ka ndodhur kështu. Në pamjet që ka siguruar grupi i hetimit, duket gardiani i cili merr për të shoqëruar njërin nga të dënuarit, i cili mban në dorë një qese me fruta. Në këtë moment, kur 2 të qelive ishin të hapura, nga qelia del Admirtafili i armatosur. Dhe njëri nga të dënuarit që ndodhet në dhomën e edukimit del po ashtu me pistolet në dorë. Në këtë momente, kamerat e sigurisë brendshme të burgut të Drenovës kanë fiksuar 3 të dënuar të armatosur me pistoleta dhe automatik. Në këtë moment, gardianin i cili shoqëronte të dënuarin e shtrin për tokë dhe i kërkohet që të hap portën, ndërsa një tjetër i dënuar prish kamerën numër 20 nga 100 kamerat që kishte burgu i Drenovës. Nuk dihet se përse çelësin e regjimit të brendshëm e kishte gardiani i cili shërbente në sektor, pasi rregulloria nuk e lejon një gjë të tillë. Pikërisht me këtë çelës është hapur dera e regjimit, duke vijuar me këtë skenar dhe duke hapur një pas një të gjitha dyert përgjatë korridorit i cili lidh këtë sektor me pjesën ku ndodhet dera që konsiderohet e sigurisë absolute. Pikërisht ajo derë që të nxjerr pranë tunelit nga i cili mund të largohesh nga burgu i Drenovës. Nga pamjet filmike që kanë siguruar kamerat e sigurisë, shfaqet një gardian i pestë, i cili hap derën pa e kërcënuar askush, sapo shikon që njëri nga të dënuarit i ka vendosur armët një kolegu të tij, i cili ishte marrpeng. Sipas procedurës, në raste të tilla, kur gardiani i cili qëndron në këtë pjesë të burgut shikon diçka të dyshimt, ai duhet menjëherë të shtyp butonin e alarmit në mënyrë që të aktivizohet gjithë sistemi i sigurisë të këtij burgu. Gjithë ky skenar, nga momenti kur Admirtafili ka dalë nga dera e qelisë tij dhe deri në momentin kur ai ka shkuar tek dera që të nxjerr në tunelin që lidh pjesën e brendshme të burgut me pjesën e jashtme të tij, ngjarjet janë zhvilluar për rreth 20 minuta. Duket e habitshme se si për një kohë të tillë kaq të gjatë, personeli që kontrollon kamerat e sigurisë jo vetëm nuk ka dhënë alarmin për atë që po ndodhte, por as ka reaguar minimalisht për t'u ardhur në ndihmë kolegëve të tyre të cilët ishin marrë peng. Për të finalizuar aksionin, grupi i dënuarve i ka mbyllur gardianët në një dhomë dhe mëtej ata kanë dalë në regjimin e jashtëm. Edhe këtu nuk dihet sepse nuk kanë reaguar rojet e vendosur në kullat e sigurisë që ndodhen sipër gardhit të jashtëm të burgut. Rojet e këtyre kullave janë të pajisur me armë automatike dhe në çdo moment kur ata shikojnë të dënuar që ndodhen jashtë regjimit të brendshëm të burgut, ata duhet të hapin menjëherë zjarr në drejtimin e tyre. Shfaqja e fundit e të dënuarve në kamera i tregon ata kur janë duke prerë telin rrethues të murit të jashtëm të burgut të Drenovës.
Nga hetimet ka rezultuar se të dënuarit priteshin në jashtë burgut nga bashkëpunëtorët e tyre. Bëhet fjalë për 2 automite, por nga hetimet e drejtanishme është bërë mundur që të kapet njëri prej automite, ndërsa automiti tjetër në pronësi të kryeplakut të fshatit Qatron u mor gjatë largimit nga burgu i Drenovës prej 2 të dënuar. Për të mos kryer dyshime gjatë arratisë së tyre dhe për të mundësuar një lëvizje të shpejtë dhe pa u ndaluar në postdoqe, bashkëpunëtorët e të arratisurve i kishin marrë masat qysh më parë, duke i pajisur mjetet me fenelina policie. Madje ishin kujdesur që të merrnin me vete edhe xhupa policie, të cilët i kanë përdorur si veshje e jashtme të dënuarit në mënyrë që të mos dyshoheshin në rastin e një postbloku të mundshëm. Ajo që e ka dekonspiruar gjithë të skenar arratisje të planifikuar deri në detaje, duket se ka qenë përplasja rastësore e grupit të arratisurve në afërsi të Pogradecit me një postblok rutinë të këtij komisariati. Tentativa e policëve të postbllokut Pogradecit për të ndaluar automjetin tip Seat me të cilën po lëviznin të dënuarit ka shërbyer si sinjali i parë, jo thjesht për drejtimin të cilin kishin marrë të dënuarit, por edhe për ndarjen që kishte bërë grupi të arratisurve nga momenti që ata kishin dalë prej burgut të sigurisë lart në Drenovë të Korçës. Njëherë me të thonë që unë jam i vetëdijshëm se kam bërë një krim. A jam plotësisht dakord për atë që kam bërë, di se kam bërë krim, por nuk e di nëse i shef dikush krimin që a bën ndaj meje, sepse jam në burg qysh në 2006 më kanë ekstradu në Shqipëri, edhe nuk më ka bën një herë i gjyq. Jam i akuzuar për ngjarje në urë zvajgurore, ngjarje që Bojar Nishani në 2007 ka bën një deklaratë, ka thonë do të zbardhim çështën e zvajgurore sepse pas hekrave të burgut ka njerëz pa fajshëm. Jam kanë i vetmi dhe vazhdoj të jemi vetmi për atë ngjarje. Kam kanë një moshë minore në atë kohë, nëse unë kam vrarë në atë kohë, pas kam qenë kriminal me vrarë gjithë ato policë. Para 97 si nuk vrava asnjë, edhe mbas 97 si nuk vrava asnjë dëm sot. Kisha gjitha mundësit me tregu se sa kriminal jam edhe me datën 23. Kur kam pas mundësi me vrarë gjithkën, në burg me i thonë dikuj, a dërë me ta vrahës me në ty atë ku ta dion, nuk jam e një rangu që s'kam pas as bab, as agj, as daj, as njeri në burg gjastirë historikisht. Mund ka plapse dhe jam djeg, jam viktim, mos ta me politikës, sepse për ngjarje në urë zvajgurore janë 100 dëshmitar. 4 në të janë qeveritar, Gënc Pollo, Ylli Vojsiu, i asaj kohët, Skënder Gjinushi, Fatos Nano. Për mos të thirrë këto me dëshmu kanë thonë veni ka pak kësaj çështje, ta hajnë kush ta hajnë frani, por nuk është. Unë s'kam kërkuar gjë tjetër. I këtë që kam bë, ja kam vënë dieni kur kam tentuar marratis në burgun e Fushkrujës, ja kam vënë dieni të gjitha institucioneve shtetërore. Ja kam çu letrat me rekomandat, letra rekomande, kam përgjigjet përveç Sali Berisht edhe Josefina Topalli nuk më kanë kthyr përgjigje. Ina Rama më ka kthyr përgjigje. Bamir Topi, avokati i popullit, drejtave të njerëzit, gjithë më kanë kthyr përgjigje. Ju kam drejtuar, ju kam thonë që e kam bën Fushkrujen edhe Borrelën vetëm me tërheqve menjen shtetit me më kthyr gjyqin. Edhe në Vërhoxha me kanë den gjyqin kishte thënë me thonë, ta çojmë këtë njerëz den gjyq, ta çka ka bë. Unë s'kërkoj as nuk du as mshirë, as me korruptu njeri, se nuk jam i aftë me korruptu njeri, se nuk kam lek as me zërë ha buk, me më bëj gjyq si i bëj çdo njerëz, me më thonë, ke bëj këtë gjë, ma faktojnë. Është një tuf njerëz ishin berat që dëshmojnë që jam krejt i pafajshëm si merr kush për bazë. Unë nuk e di si me veprun te drejtësia shqiptare, nuk besoj as i fije. Unë i tash që jam para trupit gjykues për këtë që kam bën për kryt fëmijëve, nuk jam i penomas si fije. Me kthy kohën mbrapsht e baj prap. Ke provat, ke oficerin e rojes Terpon që ka kanë aty me gjithë tjerë, se tani gjithë burgosin nuk e kanë një menje. Një prej nesh që kanë kanë ty dal, tentoj me i ra. Pyti vetë policë që e kam thonë, duke bërtit. Jo se jam unë dikush e kam thonë, në asnjë mënyrë mos prej këtë kush me dorë, se nuk na kanë bërsh. Ne po bëjmë gjë që unë e kam bën për këtë arsye. Dikush tjetër e ka bën për arsye tjetër. Dikush e ka bën se si rrihet më në burg. Unë kur kam bën gjithatë kam pas mundësi me pas edhe një makinë me mësyn rrugën e Greqisë apo me marr një shtëpi me qira këtu, më fut aty mbrana mos më gjet njëri. E kam bën rrugën vetëm me shku në Tiranë me arrin një studio televizive, se këtë kam deklaru mas arratisës burgut Fushkrujës, këtë deklarat kam bën. Që unë vetëm duhet arrin një studio televizive ku të kem mundësi me fol. Ta morën vesh gjithë publikusin, zoti gjykat, me pavrarën gjithë ato njerëz në berat jetojmë në Shqipëri. Nuk më kishte jetu mu familja lart e poshtë në Përburgje, ma kishin vrarë vllane, nusën e, fëmijët, babën. Nuk ta fol kush në Shqipëri. Po e din shumë mirë dhe ato njerëz, unë bile s'kam pas mundësinë më dhon me ngushëllu. Për kryet fëmijëve s'kam kanë ngjarje në urë zvajgurore ditën që kanë ngjarja. Jam krejt i pafajshëm, e vërteton kush dojnë, vetëm se thuj ti, stojnë me punë dhe ta lëm me kapak. Për këtë që kam bën dënoni sot doni, nuk kërkoj as mëshirë as asgjë. Një pistolet kam pas, ma ka dhënë një bashkëvujtësi imi,
Ndë nësë sot dush për te. As nuk ka marrë njëri peng, të del dëshmitar gjithë policëve, se si i kam folë. E kam pas pistoletën në dorë, vetëm i kam ullë gjelin, vetëm kam ba presion me gujë, kam thonë, pos veprove kështu se tam do të vras. So nuk s'kisha si mi thonë ndryshe, kupton? As se kam marrë peng, as si kam shoh, as si kam ofendu, as si kam prejk me dorë, krejt qetë, krejt normal. E di se që kam rreziku, unë kam rreziku prej në kopole me mvra, se si të shofin me arma i tjetrit vret. Tash ton këtë rrezik, ton këtë gjë kam bë vetëm më intereson çështja mallore, e ngjora zus vejgore mu gjiku, se jam shumë i sigurt se nëse ka drejtësi në këtë vend, edhe bën drejtësi një herë mirë, unë nuk rrin burg, marr pa fajsi. Masani për këto tjerat e dini vetë se për çarsye kam bë. Faleminderit shumë, unë s'kam çfarë më thon gjë tjetër. Po deshte më pyet në gjë se një gjova prokurorin që tha 2 automatik, janë 4, jo 2. Në qoftë të një mes për të vërtetën, për me punu shtetit punojnë si qash me punu. Kërkesa thot 3 në fakt për atë punë, po du tha ai, po kërkesa thot janë 3 automatik. 4 janë. 4. Po. Në qoftë të me zbardh vërtetën, po flasim që të zbardhet e vërteta, për gjithë shka. Ne jemi në fazën e hetimit, kur të bëjmë të provimit në Po s'keni nevojë më me dal më marr me fazën e hetimit, marr me pyet njerëzit, ja u tham unë të vërtetat tëna si të doni. Jam njëri i drejtë, unë du vetëm gjykemor me gjyku për një çështje në vajgurore, mos se për këtë janë unë nuk më hin sy mor, më kanë humb jetën, më kanë shkatruar familjen, për ç'a? Po bën si gjë. Apo hajt, punë politike, tash na kanë përla një gazetë që lexova thotë se Berisha i kërkoi rishfetet e Edi Rams, e unë jam demokrat, unë kam flamurin dhomën, kam bën fushatën në burgun e Kors. Ty për PD-n tash sola mbani socialist. A kupton se ç'a bëhet më burr? Mos më intereson politika, mos ta mbajnë me ngjyra politike. Unë do më ik në shtëpi time nëse ka mundësi. Arsyeja jeme e vetme ka qenë vetëm për këtë. Me të rregë me një shtetit, rrezikoj 10 vjet burg për këtë që kam bë. Tash llogarit më ka shkuthi kanë kot, se nuk duroj më. S'unë me duru, nuk kam as i fije besim të drejtësia shqiptare. Ma pranon shkolla po rivendosjen, nuk ma pranon apeli. Ligji kushtetuta thotë çdo njeri i ekstraduar që është në mungesë ka drejtën rivendosjes në fat më 90 ditë. E kam bërë rivendosjen, nuk ma ka pranuar. Pse? Nuk e di. Pa arsye, pa shkak. Për mangësit një ish avokatit u baj smurej, nuk shkojnë në spital, marrëzun mua gjitha, s'm kanë lënë as drejt Strasburgut. Kërkon më as i gjë. Me vdekën në burg, po të bën një seancë gjyqësore. Çfarë ngjarje në të vërtetë është të dënuar me burgim të përjetshëm Fran Marashi? Pse ai këmbgul që dënimi ndaj tij është i padrejtë? Pse këmbgul se ai nuk ka qenë fare ditën që ka ndodhur ngjarja në urën vajgurore? Fran Marashi në momentin që ka ndodhur masakra e urës vajgurore në datën 17 qershor të vitit 1997, sapo i kishte mbushur të 18 vjeç. Por ky fakt nuk e ka ndihmuar atë të përfitonte një dënim më të lehtë se ai kapital me burgim të përjetshëm. Pse Fran Marashi u bë pjesë e atij grupi personash të armatosur, të cilët udhëtuan nga Shkodra në drejtim të urës vajgurore, për të qëndruar aty për më shumë se 2 muaj, duke krijuar një njësi të armatosur e cila mbante nën kontroll situatën jo vetëm në urën vajgurore, por në aksin nacional që lidhte qytetin e Beratit me pjesën tjetër të vendit. Në të vërtetë, qëllimi i Fran Marashit nuk ka qenë që t'i bashkojë grupit armatosur i cili do të merrte në mbrojtje vilën e protoduarëve në urën vajgurore, por të udhëtonte nga vendlindja e tij në Shkodër në drejtim të Greqisë, ku mendonte të punonte si migrant, jo thjesht për të shpëtuar situatës së vështirë ekonomike dhe rendit e sigurisë në Shqipëri, por për të siguruar të ardhura të cilat do të ndihmonin familjen e tij. Në datën 17 qershor 1997, faqësuesit e Partisë Socialiste dhe Socialdemokrate kishin njoftuar një miting në urën vajgurore. Fillimisht ata kishin kërkuar që mitingu të zhvillohej në qendër të qytetit, pra aty ku ndodhej vila e protoduarëve. Por për shkak të rezistencës që gjetën nga familja Protoduari, e cila kishte lidhje të forta dhe të deklaruara të djathta, u detyruan që mitingun ta mbanin përtej urës e cila lidhte 2 pjesët e qytetit. Pas këtij mitingu, faqësuesit e partive politike të majta, të drejtuara nga kreu i opozitës së asaj kohe Fatosnano dhe eskorta që i shoqëronte e përbërë nga persona të armatosur, si dhe një mjet i blinduar i komisariatit të Beratit, ka lëvizur në aksin rrugor që lidh urën vajgurore me qytetin e Beratit. Mbas mitingut në qytetin e Beratit, të shoqëruar nga një furgon policie i forcave speciale të Tiranës, simpatizantët dhe një furgon policie i komisariatit të Beratit janë kthyer në drejtim të Tiranës. Në përhollësim të sigurimit të tyre, është dhënë dhe autoblindi i policisë, të cilët së bashku me furgonin do të shoqëronin subjekte politike deri në poshje dhe më vonë do ktheheshin sërish në qytetin e Beratit. Gjatë kthimit nga qyteti i Beratit, grupi i politikanëve ka bërë një ndalesë në hyrje të urës vajgurore në klubin Azizova. Pasi ka pirë kafe në ambientet e tij, kolona ka vazhduar rrugën në drejtim të Tiranës.
Gjatë kalimit në qendër të urës vajgurore, situata ka qenë tepër e tensionuar për shkak se, nga njëra anë, në të gjitha objektet e qendrës së qytetit ka patur persona të armatosur me armë të llojeve të ndryshme, si automatik dhe mitraillezë të rënd. Në vilën e protestuarve ishin pozicionuar po ashtu një grup personash të armatosur, të cilët qëndronin në gatishmëri luftimi. Para vilës ishte dislokuar tanku luftarak i tipit T-34 me numrin identifikues 112, që posedoi nga të zotët e vilës dhe ishte marrë një ditë më parë forcërisht pranë kombinatit të tekstileve Bra. Nga ana tjetër, simpatizantët që shoqëronin subjekte politike të së-majtës, rreth 15 autovetura, ishin të armatosur me armë të ndryshme, automatike dhe mitraillezë lehtë. Me gjithë situatën e tensionuar, kalimi në urën vajgurore u krye pa ndonjë incident, mbasi kanë shoqëruar subjektet deri në kryqëzimin e poshtjes. Forcat e policisë së komisariat Berat kanë marrë rrugën e kthimit në drejtim të qytetit Muze, duke ecur në krye të autokolonës blindi i policisë dhe pas tij 10 autovetura me simpatizantë të së-majtës. Në fund, karavanin e mbyllte furgoni i policisë së Beratit. Sapo autokolona ka mbritur në qendër të urës vajgurore, blindi i policisë ka kaluar i pari dhe kur ai kishte kaluar rreth 300 metra nga qendra e urës vajgurore për në drejtim të Beratit, midis personave të armatosur të stacionuar në vilën e protestuarve dhe objekteve përballë saj, ka patur një shkëmbim të fuqishëm zjarri. Në këtë shkëmbim zjarri janë përfshirë dhe personat që ndodheshin në makinat e simpatizantëve të së-majtës. Me të dëgjuar krismat e armëve, të cilat vinin në të dy krahët, blindi i policisë është detyruar të kthehet mbrapsht dhe të ndihmojë pjesën tjetër të efektivave të policisë në mënyrë që të kalonin pa psuar dëme qendrën e urës vajgurore. Në kohën që blindi është afruar rreth 30 metra pranë vilës së protestuarve, nga vila është qelluar me armë antitanke në zinxhirët e blindit dhe duke nxjerrë atë jashtë përdorimit, pasi nuk mund të ecë më tej. Pak çaste më vonë, nga vila e protestuarve është parë të dalë Lek Ndoci, i cili ka hyrë mbi tank dhe me topin që ndodhej në kullën e tankut, ka qelluar 2 herë në drejtim të blindit të policisë, ku si rezultat i kësaj goditje kanë gjetur vdekjen e menjëhershme punonësit e policisë Miltiad Koçi, Arian Çemuni dhe Ilia Bana, duke u djegur brenda në transportuesin e blinduar. Ndërkohë punonësi i policisë Aslan Salami është vrarë pasi ka dalë nga blindi nga armët e zjarrit që zhjollonin nga terracet e pallateve përballë. Ndërkohë janë plagosur nga digjet e shkaktuara punonësit e policisë Thimi Tanku dhe Ylli Dhano. Luftimi ka vazhduar për rreth 20-30 minuta. E më pas, vila është braktisur nga grupi personave të armatosur që e mbronin atë. Nga ky moment, qyteti i urës vajgurore dhe ambientet e vilës janë vënë në kontrollin e turmave të irrituara dhe të personave të armatosur, duke përfshirë këtu edhe pjesëtarët e bandës rivale të lagjes Guri Bardh në urën vajgurore. Grupi personave të armatosur ka ushtruar kontroll në vilën e protestuarve dhe në objektet e tjera përreth për të kapur autorët e sulmit ndaj policisë, por nuk kanë bërë gjë tjetër veçse kanë hedhur në erë vilën e familjes protestuari. Gjatë sulmit të personave të armatosur ndaj pronave të familjes protestuari, u bë mundur që të kapej Arben Kola, i cili u gjeti plagosur dhe mëtej ai u mor, u tërhoi zvarr, u torturua dhe u doj në një tunel në aksin rrugor që lidh qytetin e urës vajgurore me Beratin. Të njëjtën fat psoje edhe shtetasi Lek Ndoci, i cili është identifikuar si personi që qelloi me tank drejt autoblindit policisë. Ky person mbeti i vrarë gjatë një shkëmbimi zjarri me policinë e qytetit të Lezhës në datën 26 korrik të vitit 1997. Ngjarje kjo e ndodhur në afërsi të Milotit. Parë në gjithë dinamikë ngjarjes, duket e çuditshme që personi me dënimin më të rënd të jetë pikërisht 18 vjeçari Fran Marashi. Ndërkohë, pjesa tjetër e personave që organizuan dhe ekzekutuan masakrën e 17 qershorit 1997 ose përfituan dënime minimale ose i kanë shpëtuar ndëshkimit nga drejtësia. Ky është dhe motivi i cili e nxit vazhdimisht Fran Marashin të synoj jo thjesht arratise nga burgu, por nëpërmjet saj të sensibilizojë drejtësinë për t'i dhënë mundësinë të gjykohet edhe një herë nga e para për një ngjarje në të cilën ai pretendon që nuk është autori kryesor i masakrës.